Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u bëri apel emigrantëve të përdorin fuqinë e votës për të ndryshuar të ardhmen e vendit. Nga Selaniku në një takim ku morën pjesë edhe aleatët e Partisë Demokratike, Berisha theksoi se viti 2025 është viti i diasporës. Qindra mijëra prej jush, shqiptarë në diasporë jeni regjistruar. Zoti e bekoft votën tuaj, por Shqipëria ka nevojë për votën e qindra mijëra të tjerëve nga ju, që të vërshoni drejt saj dhe me 11 maj në qendrat tuaja të votimit të firmosni për mbysjen e narkoshtetit fitore e demokracisë. Sipas Berishës, në 12 vitet e qeverisë socialiste, Shqipëria ka bërë hapa pas në çdo sektor, duke sjellë si shembull largimin e të rinjve dhe uljen e lindshmërisë. Një kom i cili sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara javën e kaluar ka për shkak të migracionit lindshmërinë më të ulët në botë. Një kom i cili në qytetin e Ersekës 2 vite më parë pati vetëm një lindje. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha premtoi se qeveria e ardhshme do të marrë masa në 100 ditët e para për të luftuar varfërinë, duke vendosur minimumin jetik në nivelin 200 euro. Vendoset në Shqipëri minimumi jetik 200 euro. Nuk do ketë pension në 200 euro. Rroga minimale rritet në 500 euro. Rroga mesatare në 1200 euro. Dhe këto janë vetëm starti për të dalë siç ishim në krye me rrogat dhe pensionet të vendeve të rajonit. Lideri i opozitës Sali Berisha ftoi emigrantët të kthehen e të investojnë në Shqipëri, duke premtuar se për 5 vitet e para ata nuk do të paguajnë asnjë taksë. Rroft Greqia, Zoti